hani një porcion hudhër në ditë për forcë dhe për sëmundjet. Grekët e përdorin në lojrat olimpike kishin racion të përditshëm, apo dhe kundër sëmundjeve, që nga Aristoteli, Homeri, Hipokrati, Galeu e kanë përdorur dhe vlerësuar si një ilaç mjekësor për dhimbjet e dhëmit, për azmët, infeksionet e veshit, për bronket, homoroidet, kafshimet e të tjera e të tjera. Dr. William në shekullin e 18 e ka përdorur me shumë efikasitet për problemet pulmonare, për veshin, për kërimbat. Louis Pasteur, mikrobiolog i njohur, thotë se 1 mililitër lëngu i hudhës freskët i pa përpunuar është e barazhgjeshme me penicillin që ai kishte gjetur. Apo kemi në sesionin e 1126 të Shtetet Bashkuara të Amerikës, në sesionin e 21, një simpozium shkencor i cili u pa që kishte ndihmuar në bronkit, në kollën e mirë dhe në azëm. Ushtarët britanik në luftën e parë botërore dhe rusët e kanë përdorur për problemet e infeksioneve dhe gangrenës, dhe jo më kot quaj penicillina ruse. Në vitet 50 shkencëtarët kinezë kanë përdorur për gripin kinez. Sot miq ka 5200 artikuj studime shkencore për hudhrën dhe kanë zbuluar se ajo daton 7000 vjet përpara. Përmban 65% ujë në trupin e vet. Është një nga antibiotikët më të fuqishëm dhe përmban 420 element në trupin e saj. Ngrënia e hudhrës ka qenë e lidhur me zvoglimin e 5 problemeve të vdekjeve sot në botë. 5 gjërat kryesore që vjen vdekja sot në botë më shumë kash është: sëmundjet e zemrës, goditjen tru, kancerin, infeksionet, diabetin. Te të pesta futet hudhra. Çfarë ka hudhra kaq të rëndësishme? Ka cisteinën miq, përgjegjëse për prodhimet sulfurike si alicina dhe detoksifikues. Ka argininën që mbështet sistemin kardiovaskular dhe prodhon oksid nitrik të zjerohen e të gjakut. Ka glutamin që ndihmon në rrutjen e integritetit të traktit tretës, metionin që merr pjesë në detoksifikimin dhe sintezën e proteinave. Ka serinën, treoninën që mbështet sistemin imunitar dhe formimin e kolagjenit dhe të elasticitetit që ne mund të krijojmë edhe në kockat tona. Ka prolinën e rëndësishme për formimin e indeve dhe mbështetjen e lëkurës. Ka alaninën, glicinën, lizinën, valinën e të tjera. Ka flavonoid si quercetina që luftojnë radikalet e lira dhe ulin rrezikun e sistemit kardiovaskular. Ka enferoli, e cila ndihmon në qelizat tona nga dëmtimi oksidativ dhe të gjakut. Apigenina, që është qetësuese dhe ndihmon në mbrojtjen e sistemit nervor. Luteolina, e cila është një antiinflamator që përmirëson funksionin e trurit nga depresioni, nga shqetësimet. Dhe ka një veti dhe kundër plakës selizore. Ka alicinën që është përbërësi më i njohur, antioksidues, antiviral, antibakterial. Ka sulfite dialilike, të cilat janë përbërës të tretshëm në vaj që ndihmojnë në mbrojtjen e shëndetit të zemrës. Ka ajoenet, të cilët janë përbërës që janë parandalues problemet kundër piksjes gjakut dhe problemeve mikrobiale. Ka S-alitil cisteinën, i tretshëm në ujë kundër uljes së kolesterolit. Ka saponinat për kontrollin e kolesterolit, polisaharidet për sistemit imunitar dhe si prebiotik për zorët. Ka vitaminën C, B6, ka vitamin B1, ka qufur, jod, mangan, ka selen hudhra miq, ka kalcium dhe kalium, ka fosfor, ka proteina dhe karbohidrate, ka fibra dhe yndyrna. Jo më kot, në gazetën e nutricionit, kur pan pacient moshës 47-75 vjeç, në 2016, të mbështetur nga Instituti Kombëtar i Kancerit, personat që kishin konsumim më të lartë të hudhrës kishin zvoglim të rrezikut të kancerave të caktuar, të pankreasit, ezofagut, të stomaut. Në një studim francez, 345 pacient me kancer gjiri, ato që konsumonin më shumë hudhra dhe qep, kishin një zvoglim të rrezikut të kancerit gjirit. Në një studim bazuar në popullsinë e gjirit të San Franciscos, zbuloi se kanceri i pankreasit ishte 54% më i ulët tek njerëzit që hanin sasi më të lartë të hudhrave. Dhe po ashtu eksperimente kanë treguar se alicina dhe përbërësit që ka gjithë hudhra është një vrasit më të mirë të mikroorganizmave. Nga ana tjetër, në Universitetin e Mazandaras, që është bërë në Iran, u pa se xheli i hudhës i aplikuar në lëkurë për problemin e alopecisë jepte efekte shumë të mira. Po ashtu në gazetës e neurokimisë u zbulua se ekstrakti i hudhrës, sidomos S-alil-L-cisteina, mundet të përdoret në të ardhmen duke zhvilluar barna të ardhshme kundër Alzheimerit.